Shumica këngëtarëve, të themi të gjithë, kënduan vetë në skenë. Por ne kemi para parë, jo ne, por organizatorët e Zhurma Show Awards 2005, pra janë drejtuesit e Ziko kompanisë këtu në Prishtinë. Kemi para parë edhe çmimin e duetit më të mirë të vitit. Jo pak duetet suksesshme ka pasur këtë vit, por se cila do t'jetë më e miri, do të shohim tanit në asje dhe Dona Zarfin, edhe do t'a zbulojmë. E më pas të nominuarit janë këta që po i shihni në ekran. Adelina dhe Zanfina, dy motra në një frajer. Kthjellu dhe Alban Skenderaj, diçka. Labi, apo Labinat Tahiri, dhe Leonora Poloska, apo Syni Izi, më falni se nuk mund të lexoj edhe aq mirë. Dhe Mimoza dhe Shkumbini, Lule Mimoze. Janë padyshim motrat që pushtojnë zakonisht skenën shqiptare. Adelina dhe Zanfina Ismaili. Urime. Faleminderit shumë. Kush po e merr, Adelina apo Zanfina? Kjo është e jam. E kujt ishte ideja ta bëni këngën? Ideja ishte e imja, e inspiruar nga raste të ndryshme që i shohim kohën e fundit, që po ndodhin tek ne, cilat nuk më pëlqejnë as pak. Ndërsa ideja për bashkëpunimin me Zanfinën erdhi që si ide e fundit shpëtimtare, sepse isha skeptike që ndonjë kolege tjetër do të pranonte të bashkëpunoj me mua. Në këtë rast... Dhe meriton trofeun atëherë. Do ta falenderoj edhe nënën tënde Monën, e cila gjithmonë është pranë jush. Atë falenderova une. Faleminderit shumë. Faleminderit për të gjitha ja dedikoj publikut tim dhe gjithë atyre që më duan dhe na duan. Faleminderit. Zanfina dhe Adelina Ismaili në skenë fituese të çmimit dueti më i mirë i vitit 2005 në Zhurma Show. Faleminderit shumë që ishit me ne. Urime dhe njarë.